Eliona, a ke qenë ndonjëherë vërtet i vetëdijshëm për lojën që po bën me mua? Sepse unë po përpiqem të jem. Me zemër, po, jam këtu, e hapur, e ndjer, e përfshirë më shumë se sa do të doja ta pranoja. Por truri më thot diçka tjetër. Më thot jo, më thot të ndalem, të mos i besoj çdo fjalë dhe çdo gjesti, sepse ndoshta nuk janë aq të pastra sa duken. Unë ndjej që ti e di mirë çfarë po bën. E di që je i vetëdijshëm për ndikimin që ke, për mënyrën si flet, si afrohesh, si lë hapësira të paqarta. Dhe pikërisht kjo më vën në konflikt me veten time. Sepse një pjesë e imja do të besoj se ka diçka të vërtet, diçka që nuk është thjesht lojë. Por një pjesë tjetër, më e ftohtë dhe më e kujdesshme, më thot se kjo është strategji, se kjo është mënyra jote për të qëndruar gjithmonë në kontroll. Nuk po të kërkoj premtime, as fjalë të mëdha. Po të kërkoj vetëm ndershmëri. Nëse është lojë, thuaje. Nëse është thjesht një mënyrë për të ecur përpara në këtë situatë, bëhu i qartë. Sepse ajo që më shqetëson më shumë nuk është mungesa e ndjenjës, por pasiguria. Të mos e di ku qëndroj, të mos e di nëse jam pjesë e një loje apo e diçka e reale, dhe po, dua të ta them hapur, mos më bëj xheloze. As ti, as Benita. Jo sepse nuk mund ta përballoj, por sepse nuk dua të ndjej se po më vën në një garë që nuk e kam zgjedhur. Xhelozia nuk lind nga dobësia, por nga pasiguria që krijohet kur gjërat nuk janë të qarta. Dhe unë nuk dua të jem ajo që dyshon, që analizon çdo detaj, që pyet veten nëse po i jep më shumë rëndësi dikujt tjetër vetëm për të provokuar një reagim. Unë dua qetësi, dua qartësi, dua të di se kur më flet, e bën sepse e ndjen, jo sepse të le verdis. Nëse zemra ime është këtu, është sepse kam zgjedhur të jem. Por nëse truri im vazhdon të më thot kujdes, atëherë ndoshta është koha që edhe ti të pyesësh veten se çfarë po bën vërtet, sepse lojrat mund të fitohen, por ndjenjat, kur lëndohen, lën gjurmë. Dhe unë nuk dua të jem thjesht një lëvizje në lojën e dikujt tjetër. Episodi mes Elionës dhe Klodit ishte një nga ato momente ku maskat bien dhe fjalët nxjerrin në pah më shumë se sa njerëzit do të donin të pranonin. Akuzat e drejt për drejta, më ke manipuluar, ti je një gënjeshtar, ti je skudh, nuk janë fjalë që thuhen lehtë dhe as pa një ngarkesë të madhe emocionale pas tyre. Janë fjalë që synojnë të godasin karakterin, jo vetëm sjelljen, dhe që e kthejnë një debat në sulm personal. Eliona nuk foli thjesht nga nervat e momentit. Fjalët e saj treguan zhgënjim, pasiguri dhe një nevojë për të dalë mbi situatën duke e ulur tjetrin. Akuzat për manipulim janë ndër më të rëndat që mund t'i bëhen dikujt. Sepse nënkuptojnë lojë mendore, qëllim të fshehtë dhe mungesë ndershmërie. Por kur këto akuza hidhen pa reflektim dhe pa përgjegjësi, ato flasin po aq për gjendjen emocionale të atij që i thot, sa për atë që i merr. Ajo që e bëri këtë episod edhe më të rënd ishte fakti se Benita dukej se e shijonte mënyrën se si Eliona i fliste Klodit. Kënaqësia e fshehur, heshtja që miraton, buzëqeshja që nuk flet por thot shumë. Nuk ishte thjesht solidaritet femëror apo mbështetje morale, ishte diçka më personale. Një pëlqim i qartë për Klodin që e bënte situatën edhe më të ndërlikuar dhe më të sinqert në mënyrën e vet të hidhur, kur dikujt i bëhet qefi që një tjetër sulmohet. Kjo nuk ka lidhje me drejtësinë, por me interesin personal. Dhe pikërisht këtu humbet balanca e debatit. Sepse nuk kemi më të bëjmë me të vërtetën apo sqarimin, por me xhelozi, rivalitet dhe dëshirë për vëmendje. Klodi nuk ishte më një njeri në debat, por një objekt rreth të cilit rrotulloheshin tensione, pëlqime të fshehura dhe inate të pashprehura. Në këtë episod, askush nuk doli realisht fitues. Fjalët e rënda lanë gjurmë, akuzat krijuan çarje dhe qëndrimet zbuluan motive që deri atëherë ishin fshehur pas sjelljeve të përmbajtura. Manipulimi, gënjeshtra, kooperacia, këto janë etiketime që, kur hidhen pa maturi, kthehen në pasqyrë për atë që i përdor. Ky moment